Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani qershi, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe imunitetit tuaj. Sipas mendimeve të shumë ekspertëve, qershit janë ilaçi natyral nga pema dhe mund të ofrojnë shumë përfitime shëndetësore që në sezonin e tyre mund të jenë vërtet të rëndësishme. Sipas mendimit të shumë ekspertëve, qershit duhet të jenë pjesë e recetave tuaja të përgjithshme, madje edhe mund të konsumohen në forma të ndryshme. Ku sipas Bright Side do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë trupi juaj nga konsumi i qershive. Ato mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Këto fruta të kuqe për shumë njerëz janë ëmbëlsira e preferuar e verës. Janë burimi i pasur i zinkut, hekurit, kaliumit, manganit dhe bakrit. Kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës dhe është komponent i rëndësishëm për qelizat dhe lëngjet e trupit që të rregullojnë punën e zemrës dhe të presionit të gjakut. Ka në veti antiinflamatore dhe ndihmojnë nga infeksionet. Në sajtë e një efekti të fortë antiinflamator, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten aleatet më të mira kundër dhimbjeve të kyçeve. Të pasur me antioksidant, ky frut parandalon oksidimin e qelizave që i shoqëron proceset inflamatore, kështu që rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga dhimbjet e kyçeve dhe artriti ose kanë lëndime sportive. Sipas ekspertëve, 20 qershi në ditë kanë efekte shumë më të mira se sa një tabletë aspirine. Ato mbrojnë shëndetin e zorëve dhe stimulojnë tretjen. Përmes acideve të tyre mbrojtëse dhe sheqerit frutor, qershit stimulojnë punën e lukthit, zorës dhe pankreasit, dhe në këtë mënyrë stimulojnë edhe tretjen. Përveç kësaj, qershit nxjerrin ujin nga trupi dhe kështu lehtësojnë sistemin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut dhe aktivizojnë mëlçin, gjithashtu edhe shëndetin e veshkave tuaja. Gjithashtu, substancat antibakteriale në qershi pengojnë formimin e shtresave të dhëmbëve dhe parandalojnë kariesin dhe problemet e mishrave të dhëmbëve si parodontoza. Gjithashtu, ky frut pastron veshkat nga kanalet e urinimit, sepse është një diuretik i shkëlqyer i cili ndihmon në sekretimin e urinës. Përveç kësaj, substancat bakteriologjike në qershi pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe kështu parandalojnë krijimin e kariesit dhe problemeve të mishrave të dhëmbëve. Antioksidantët si luteina, zeakanthina dhe beta-karoten mund t'i gjeni edhe në qershi të ëmbla, por gjithashtu në ato vishnje. Këto komponent veprojnë si pastrues të radikaleve të lira dhe komponentëve të tjerë të dëmshëm që luajnë një rol të rëndësishëm në plakje, në zhvillimin e problemeve të ndryshme të trupit. Qershit ndikojnë pozitivisht kundër problemeve të radikaleve të lira. Ato ndihmojnë edhe kundër shqetësimit të pagjumësisë. Qershit gjithashtu përmbajnë antioksidantin melatonin, i cili qetëson sistemin nervor dhe kështu ndihmon kundër neurozave, pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Melatonina në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu, shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndikon tek gjumi. Ullëntimi i tyre ka treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë, pasi që 2 herë çdo ditë kanë pirë 2 gota me lëng qershie. Qershit kanë shumë më pak yndyrë dhe kalori të ulët. Në 100 gram ka vetëm 63 kalori dhe jep ushqimit një shkëlqim më të mirë për dietën tuaj. Për shkak të përqindjes së lartë të ujit dhe kalorive të pakta, qershit ndihmojnë në humbjen e peshës. Falë fibrave dhe pektinës, këto fruta krijojnë ndjenjën e ngopjes. Ashtu si frutat e tjera, qershit kanë shumë kalium kurse pak natrium, gjë që ndihmon në largimin e ujit nga trupi. Ullëntuesit e Universitetit të Michiganit thonë se antioċianina nga qershit e errta mund të zvogëlojë sasinë e yndyrës në bark dhe të ulë nivelin e kolesterolit dhe të sheqerit në trupin tuaj. Përfitimet që do të merrni nga ky frut do ju bëjnë gjithashtu që të keni më shumë vlera në shëndetin tuaj. Përfshirja e frutit të qershisë vazhdimisht në dietën tuaj mund të jetë një mundësi e shkëlqyer e organizmit për t'i bërë balë një sër problematikash. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e të paktën 20 kokra qershi çdo ditë për të marrë përfitimet e tyre. Efekti pozitiv i organizmit ton mund të vërehet gjithashtu që në hapat e parë të konsumit të qershive. Qershit do të sigurojnë një mbrojtje më të mirë të trupit në forcimin e kujtesës.
Mos u ndani qershive në këtë sezon sepse ato shërbejnë për të forcuar kujtesen. Kjo ndodh për shkak të një komponenti që gjenden te kokrat e ëmbla të njohura si antioциanin. Ekspertët kanë provuar se ky përbërës është i mirë për trurin. Përveç forcimit të kujtesës, qershit ndihmojnë në parandalimin e humbjes së saj. Qershit do të rrisin cilësinë e gjumit. Ato që konsumojnë më shumë qershi kanë më shumë shanse për të bërë një gjumë më të thellë. Kjo është për shkak se qershit përmbajnë hormone të njohura si melatonin. Melatonina është e njohur për rregullimin e cikleve të gjumit. Për një gjumë më të mirë, më të relaksuar dhe më të kënaqshëm, është e këshillueshme të konsumoni qershi. Qershit janë një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë në parandalimin e plakjes. Melatonina gjithashtu vepron si një agent kundër plakjes dhe ndihmon ngadalësimin e procesit të plakjes. Kjo do të thotë se njerëzit që janë në qershi mund të duken më të rinj në një periudhë më të gjatë kohore se ata personat që nuk i konsumojnë ato. Për disa njerëz kur i konsumojnë qershit mund t'i hanë edhe me bërthama, mirë po ekspertët tregojnë se kjo mund të jetë e dëmshme për trupin dhe nuk këshillohet që qershit të konsumohen me gjithë bërthamë. Qershit mund të konsumohen në forma të ndryshme dhe vlerat që do t'i ofrojnë trupit do të jenë vërtet mbreslëndse. Qershit nuk janë vetëm një frut i shijshëm, por ato janë gjithashtu plot me vitamina dhe minerale që kanë shumë efekte pozitive në shëndetin e përgjithshëm. Aktualisht sezoni i qershive po vazhdon pothuajse trupi juaj do të marrë të gjitha të mirat minerale dhe vitaminat e tyre. Ato janë të pasur me antioksidant dhe pak kalori dhe kështu ndikojnë në kontrollin e peshës dhe më tepër. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet që lidhen me ngrënien e qershive sipas health.com. Sipas Health Shoots, vishnjat ose qershit kanë efekte të forta antiinflamatore dhe efekte të mira për trupin, duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe duke parandaluar inflamacionet. Ngrënia e qershive çdo ditë ndihmon në dhimbjet dhe ngurtësime ndërkohë që përmirësojnë kështu edhe shëndetin e kyçeve. Nuk ka njeri që të mos jetë i marrosur par qershive. Është e pamundur që të mos hutohesh nga larmia e nuancave të kuqes në treg. Vlerat dhe vetit e qershis janë gjithashtu nga më të mirat për organizmin. Qershit përmbajnë vitaminën A, vitaminën C dhe kalium. Vlerat ushqyese që merren nga konsumi i ushqimeve të pasur me vitaminën A dhe vitaminën C përfshin një sistem imunitar të përmirësuar, veti superiore për shërimin e plagëve dhe shikueshmëri më të qartë, veçanërisht në kushtet kur drita është e kufizuar. Konsumi i ushqimeve të pasur me kalium ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe zvogëlon rrezikun e formimit të gurëve në veshka. Qershit janë një burim i pasur i antioksidantëve të fuqishëm që kryesojnë gjendjen e frutave për këtë ngjyrë. Një ushqim i pasur me antioksidant ul rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Konsumi i qershive ka gjetur hijon për shkak të çlirimit të dhimbjeve nga sëmundje si artriti. Ekspertët kanë renditur disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i qershive. Ato ndihmojnë në një gjumë më cilësor. Sipas studimeve, vetit antiinflamatore të qershive ju ndihmojnë të flini më mirë. Në ditët e ngrohta qershit janë një zgjidhje jashtëzakonisht e shijshme dhe e freskët. Zvendësojnë ushqimin e darkës me këto fruta dhe bëni një ndryshim thelbësor në shëndetin tuaj. Ato shuajnë dhimbjet fizike. Qershit janë natyrisht të pasura me kalium që përçojnë impulse elektrike në të gjithë trupin. Kjo mineral ndihmon në ruajtjen e tensionit dhe hidratimin, rimëkëmbjen e muskujve, impulseve nervore, tretjen, arrahjet e zemrës dhe ekuilibrat e pH-it. Në një gotë me qershi do të gjeni 330 mg kalium që përbën 10% të dozës rekomanduar ditore të kaliumit. Gjithashtu, ato luftojnë inflamacionet. Studimet kanë treguar se antioksidantët e qershive mund të paksojnë dhimbjet dhe të zvogëlojnë inflamacionet dhe gjithashtu të lehtësojnë problemet e osteoartritit. Janë të mira edhe në rritjen e shëndetit tuaj të imunitetit. Ndaj mos nguroni që t'i keni pjesë të dietave tuaja. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.